Taj thot një fjali që unë jam shumë e smur, thot. Unë e kam gjithë barkun të mbushur me krimba, që të cilat kanë kaluar nga veshje dhe kanë dëmtuar organet e mia. Mendonte, pra kishte një lloj, ne i quajmë deluzion erotomanie, që dikush e donte atë dhe vazhdimisht shkonte afër punës së tij për të i rinte aty për të takuar, ndërkohë që s'kishte asnjë lloj lidhje. Ishte rast që kishte abandonuar familjen, jetonte në rrugë, ishte pa higjenizuar, refuzonte të mjekohej edhe në spital. Sot ka dalë në një shtëpi më vet, është e punësuar në një pozicion, në një punë prestigjioze. Qëndroj gati 45 minuta në intervistë. Mendjen time po thoja që për çfarë ka ardhur ky, sepse ishte i komunikueshëm, biseda ishte normale. Momentin e fundit më thot dhe tani thot unë ndjeva që rrota e makinës më preku pantallonën.